E dyta lidhet me aftësinë që bashkitë duhet kenë për të përgatitur projekte cilësore dhe për të përfititur më mirë fondet e Bashkimit Evropian si pjesë e procesit të integrimit dhe e përgatitjes së Shqipërisë për standardet europiane. Sot ne do të flasim për standardet e hapësirës publike, për cilësinë e jetesës në qytete dhe për rolin që bashkitë kanë në ndërtimin e një Shqipërie më të rregullt, më moderne dhe më europiane. Në këto 3 dekada, Shqipëria ka bërë një rrugë të gjatë në zhvillimin e rrjeteve të komunikimit. Sot qytetarët, bizneset dhe institucionet kanë më shumë akses, më shumë lidhje, më shumë shërbime digjitale dhe më shumë mundësi si kur më parë. Ky është një zhvillim pozitiv dhe i domosdoshëm. Por zhvillimi i shpejtë, kur nuk shoqërohet gjithmonë me koordinim dhe standarde, lë pas dhe problematika të cilat ne duhet t'i adresojmë. Në shumë qytete, në lagje, në zona turistike, apo në zona që duhet kenë akseset veçanta, shohim endo kable ajrore të vendosura pa standarde, shtylla të improvizuara, rrjete të mbivendosura dhe instalime që dëmtojnë dhe pamjen e qyteteve. Në disa raste, ato nuk janë vetëm problematikë estetike, por dhe çështje sigurie. Prandaj sfida jonë sot nuk është vetëm të zgjerojmë rrjetet, sfida jonë është të vendosim ato brenda standardeve. Nisma për sistemin e rrjeteve ajrore të komunikimeve elektronike dhe kalimin gradual drejt infrastrukturës nëntoksore është pikërisht një hap në këtë drejtim. Dhe në qendër të këtij procesi absolutisht janë bashkitë. Bashkitë janë institucionet që e njohin më mirë territorin, ato që e shohin çdo ditë realitetin terren, përballen me nevojat e qytetarëve, me zhvillimin urban, me investimet publike, me turizmin, me çdo problematikë që shfaqet në hapësirën e përbashkët. Prandaj roli i pushtetit vendor në këtë proces është vendimtar. Ne duam që bashkitë jenë aktorët kryesorë të këtij transformimi, të identifikojnë zonat prioritare ku ndërhyrja është më e nevojshme, të përcaktojnë prioritetet, koordinojnë aktorët të cilët duhet garantojnë që standardi i ri të ruhet në kohë. Plani i veprimit do të nisë në një fazë përgatitore gjatë muajit korrik dhe gusht, ku do të ngrihen grupet e punës dhe do të përgatitet terreni për zbatimin konkret. Më pas nga shtatori do të filloj faza e ndërhyjeve në terren, duke nisur nga qendrat e qyteteve, zonat historike dhe hapësirat me rëndësi të veçantë.